për t'i paraqitur në mënyrë grafike, pasi që ka përfunduar pra numërimi i votave për kandidat dhe edhe të gjitha votave atyre në vend prap me post me kusht, por edhe në përfaqësi diplomatike, kësaj radhe do i paraqesim votat pra ende të pacertifikuara të kandidatëve, fillimisht të kandidatëve për kryeministër, më pas edhe të 5 kandidatëve më të votuar të 4 partive kryesore në vend, të cilët kanë kaluar pra pragun zgjedhor. Do nisim me votat e kandidatëve për kryeministër, ku siç shihet pra është Albin Kurti, kryeministri aktual dhe kandidati nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, ai i cili ka marrë pra 337.100 vota në të kaluar pra në vitin 2021, nuk kishte marrë pjesë pra në zgjedhje pasi që nuk kishte certifikuar, andaj nuk ka shifër rezultati për të. Bedri Hamza ka marrë pra 173.438 vota, që është kandidati i PDK-s për kryeministër, për dallim pra nga viti 2021, që kishte marrë 23.976 vota. Lumir Abdigjiku ka marrë 146.352 vota, në 2021 kishte marrë pra 25.267 dhe Ramush Haradinaj 44.629 vota, dhe në të vitin 2021 kishte marrë 41.371 vota. Këta janë pra kandidatët për kryeministër, këto janë shifrat e votave të cilat i kanë marrë këta kandidat, pra prin Albin Kurti, i cili është ndruar pra në personin më të votuar në Kosovë, duke marrë 337.101 vota. Do vazhdojmë tutje të cilën tani 5 kandidatët më të votuar të lëvizjes vetëvendosje, subjektet të parë pra që ka dalë në zgjedhje, prin Albin Kurti, i cili pra ka marrë 315 vota, atje se që shini pra në fund ka 337.101 vota, më pas është pra Glauk Konjufca i lëvizjes vetëvendosje, kryetari aktual i kuvendit, i cili kishte marrë pra 261.575 vota, në vitin 2021 kishte marrë 200.646 vota. Fatën Peci ka dalë shumë lartë, që ka marrë 132.586 vota, për dallim pra prej vitit 2021 që kishte marrë vetëm 25.284 vota, e Kuran Murati 129.924 vota, në 2021 kishte marrë pra 41.172 vota, dhe Albulena Haxhiu ka marrë 124.236 vota, në vitin 2021 nuk ishte certifikuar pra në listë zgjedhore për shkak të një vendimi gjyqësor. Ishte rasti i ngjashëm pra sikurse me kryeministrin aktual Albin Kurti. Tek Partia Demokratike e Kosovës është Bedri Hamza, që ka marrë pra 173.438 vota, për dallim në vitin 2021 kishte marrë 23.976 vota. Pas tij renditet kryetari i Partisë Demokratike, Mehmeti Krasniqi, në 97.505 vota, në vitin 2021 kishte marrë 15.912, Uran Ismaili 43.756, në vitin 2021 kishte marrë 26.716, në mesin e më të votuarve, pra 5 më të votuar është Vlora Qitaku me 41.460 vota, nuk kishte marrë pjesë në procesin zgjedhor të Nistenitës, dhe Sala Jashari, deputete që është për herë të parë, pra në radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka 35.835 vota, nuk ka garuar në procesin zgjedhor të vitit 2021. Do të kalojmë tutje tek këtë rast tek Lidhja Demokratike e Kosovës, ku prin në Lumir Abdigjiku, që ka qenë kandidati për kryeministër i kësaj partie me 146.352 vota, në vitin 2021 në radhët e LDK-s kishte marrë 25.267, pra si kandidat për kryeministër ka një diferencë shumë të madhe, më pas është Toarsa Kica Xhelili, që ka marrë 62.699 vota, për dallim prej vitit 2021 që kishte marrë 10.609 vota, në atë kohë pra kandidonte në listën e vetëvendosjes me listën Kuco. Kujtim Shala ka 58.399 vota, në vitin 2021 kishte 32.703, Hikmete Bajrami ka 53.738 vota, një prej deputetëve më aktive të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në vitin 2021 kishte 12.401 vota, dhe Abdullah Hoti ka 39.749 vota, ndërkohë në vitin 2021 kishte 69.628 vota, atë kohë ishte kandidat pra për kryeministër i garat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tek Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, prin Ramush Haradinaj me 44.629 vota, apo për dallim prej vitit 2021, ku kishte
41.371 vota në atë proces zgjedhor. Daud Haradinaj me pas është me 26.229 vota dhe me pas pra përkrasim prej vitit 2021, kishte 13.765, është Fatmir Limaj që ka 25.524 dhe në vitin në zetin 2021 nuk e kishte kaluar pragun pra me nismën, kishte marrë pra 17.703 vota. Bek Berisha është i katërti me 15.849 vota dhe Time Kadriaj pra është pesta me 15.447 vota të marra në procesin e 2025 pikërisht për procesin zgjedhor. Do